Mirë po nuk e di, a ju shkon në menja gjithë atyre që e lexojnë në atë që aludon ky ajet. Ose këtu ajetin në fakt. Thotë Allah i lartësuar, qad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët. Kur Allahu thotë kanë shpëtuar, do mos ka rrezik për ta, nuk ka problem për ta. Mirë kanë punë. Kanë shpëtuar besimtarët, u kry puna tyne. Shpëtuan, kur Allahu thotë shpëtuan. Mirë, kush janë këta tash? Qad aflaha al-mu'minun, tani Allahu po i përmend cilësitë e këtyre mu'minëve, besimtarëve, të cilët do të jenë të shpëtuar me dëshmitë Allahut. Cilësia e parë e tyre thotë alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ata të cilët namazin e tyre e bojnë me përkushtim, me përqendrim dhe me vëmendje. Kjo e para. E dyta, walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Edhe ata të cilët ndaj fjalëve të kota largohen. Edhe nuk mirën, as nuk i thojnë, as nuk i dëgjojnë, as nuk i praktikojnë fjalët e kota. Çka do të thonë kjo? Kjo do të thonë që janë në rregull me gjuhën. Ky ajet, pas namazit, besimtarët të cilët do të jenë të shpëtuar në ditën e gjykimit, dhe në gjitha stacionet pastaj prej vdekjes e deri sa të hyjnë në xhenet, cilësi e parë e tyre është namazi. Namazin e kanë në rregull. Janë të përqendruar namaz me vëmendje, me përkushtim, me përulje, falin namazin, pastaj e ruajnë gjuhën. E dyta më njëherë. Pastaj pejgamberi alayhi salatu selam thotë nuk rregullohet, nuk drejtohet imani besimtarit përderisa nuk rregullohet zemra e tij. Pa u kon zemra mirë, as imani s'është mirë. Thotë edhe zemra e tij nuk rregullohet pa u rregulluar gjuha. Pa u rregulluar gjuha.